Në moshën vetëm 31 vjeçare, në një periudhë kur sapo kishte përjetuar gëzimin më të madh të jetës, ardhje në jetë të fëmijës së saj të dytë, Fiona Bashi u përball me një lajm që do ta trondiste çdo njeri, diagnozën me kancer gjiri. Por në vend që të dorëzohej, ajo zgjodhi të luftonte me zemrën e një nëne, me shpirtin e një gruaje të fortë. Fiona nisi betejën e saj duke u mbështetur tek dashuria e familjes, miqve dhe besimi se çdo ditë ka vlerë. Rrëfimi i saj prekës erdhi këtë tetor roz në kuadër të nismës, ta tham në Shkodër, organizuar nga Qendra Rinore Atelier. Këtë vit për mu vjen si një vajzë që këtë tetor e ka kalu në lëkurë, edhe sot visi me dëshirën më të madhe si një person për me dhanë forcë, kurajo edhe besim që kjo betejë kalohet me ndihmën e gjithëve. Unë e di që aktivitetet e shumta janë në këtë muaj, në tetorin roz, por unë i lutem të gjitha grave dhe i bëj thirrje që tetor roz me kanë çdo muaj, me kanë çdo ditë, me ju referu bluzave të bardha, me kontrollu veten, me bë kontrolle sa më shumë të jetë e mujtën, sepse është e vërtet që koha është flori edhe çdo minutë që kalon bëhet një armik për luftën ndaj kësaj betejë. Unë e zbulova rastësisht, siç gjatë vetë kontrolleve jam përpjek me ba pothuajse gjithmonë, por ana psikologjike ka kanë ajo që besojmë ka dhënë edhe kur ajo me ecë përpara, por ana psikologjike nuk bëhet e vetme, bëhet me ndihmën e familjes që është shtylla bazë për me të kalu këtë sfidë edhe miqve e gjithë njerëzve që janë bashku në lutje për me ecë përpara. Fiona zgjodhi që përmes këtij komunikimi të mos ndaj vetëm dhimbjen e betejës, por mbi të gjitha forcën për të ecur përpara dhe për të besuar se zbulimi në kohë mund të shpëtojë jetë. Kontrolli është çelësi kryesor që hap zgjidhjen e problemit. Nuk ka ma një moshë të caktuar. Kjo smundje vjen të troket ndër dhe hin mbrëm, nuk të pyet as sa vjeç je, as kush je, as pozicionin e punës që ti përfaqëson. Ajo vjen. Ajo që kena një ndorë me bashkë me zbulu sa ma partë jetë e mujtën, sepse vetëm kështu mundena me amyll derën edhe me nxjerrë jashtë për jetës tonë, me krenari. Lotët e një rrëfimi ndryshe të gruas dhe vajzës aktiviste të shoqërisë civile ishin të pashmangshme tek shumë prej të pranishmëve, por vetë Fiona zgjodhi të qëndroje fortë, siç ka bërë në këtë rrugtim të saj me sëmundjen. Frika është armiku i parë kryesor i kësaj smundje. Nëse smundja, çdo lloj smundje, por sidomos kjo smundje është e destinuar me ardhë, frika nuk e zhduk, nuk është se e hek nga trupi, por absolutisht bëhet armik. Unë në asnjë moment nuk jam fokusu te frika. Unë jam fokusu vetëm tek forca. Kurse si frika nuk ka kanë ushtari jem kryesor, ka kanë gjithmonë larg mejet, por ka kanë, nuk ka se ka mungu, por ka kanë shumë larg mejet. Besoj situacioni i familjes edhe jena me fat që e kena hala afër edhe vlerësojmë çdo person, por pa familje nuk besoj se mundena me ja dalë çfarë do lloj sfide, sidomos aty në shëndetësore. Pjesëmarrësit pas këtij rrëfimi plot mesazhe shpresë u bën pjesë e pedalimit roz në moton çdo ditë vlen për jetën, në sheshin përpara bashkisë, një simbol bashkimi dhe ndërgjegjësimi për të gjithë gratë dhe vajzat që luftojnë me këtë sëmundje.